Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi të dashur miq në kuadër të emisionit Një jetë në një orë. Sonte do të flasim me një grua punëtore, me një profesoresh, mësimdhënëse, trajnuese dhe mbi të gjitha një grua profesioniste në fushën e pikturës. Ndër të parat Grano Gjakove, e cila diti të plasoj shumë tema në artin e saj të pikturës për të cilën ju e njihni ndër vite. Por sot do të flasim në një dimenzion tjetër me të. Do të flasim për të arriturat, sukseset, punën, virtytet, njerëzit që e kanë shoqëruar dhe njerëzit që i ka takuar përgjatë jetës së vet. Është kjo profesoresha Flutur Kumnova. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Faleminderit, Lita, mirëmbrëma, kënaqësi. Faleminderit. Për aq sa ju njohim ne të paktën në televizion, por edhe bashkëqytetarët tanë, ju njohin si një grua punëtore dhe vizionare në shumë segmente, madje një kontribuese në komunitet. Ju bën të ndiheni mirë ju që edhe në këtë moshë angazhimin tuaj në komunitet e keni të vazhdueshëm. Ajo që më boni më preki, një ndjenjë ma ngjolli, është ajo hyrja me shumë emocion që e bëra. Faleminderit. Faleminderit ty. A më bën të ndihem shumë krenare. Punoj në vendin tim, qytetin tim të dashur, kom punu me fëmijë, punoj me të rritur, kom punu me të moshuar, punoj me çdo lloj moshe dhe i ofroj ndihmë çdo njeri që ka nevojë. Mundësitë e mia janë dhe dëshira ime është e lumturia ime gjendet atëherë kur ne bëj një punë dhe i ndihmoj dikujt. Kjo është kënaqësia ime e parë. Edhe do të ishte për secilin njeri nëse është kontribut dhënës ta përjetoj këtë në ndjesinë emocionale të tij për të reflektuar pastaj edhe nga jashtë. Ne sonte jemi këtu për me kalu në kohë të ndryshme përmes fotografive, se janë ato imazhe të cilat bashkë kemi zgjedhur dhe do t'i ndajmë sot me shikuesit. Pajtohesh që të fillojmë nga fotografia e parë? Po. Gjithsesi, edhe një fotografi e cila rëndom është kështu bardhëzi, që na kthen shumë vite më herët. A i më trego pak, pse është kjo fotografi e rëndësishme për ty? Kjo fotografi është e rëndësishme për mua edhe pse nuk di shumë më dhonë detaje si ka qenë atë kohë, e di veç një dëshirë, e di një afërsi që ma kanë jap krejt kujshit e lagjësime, e di që kom qenë si një fëmija i parë në familje dhe gjithë janë konë afër meje, më kanë jap shumë dashuri, përgdhelje dhe kjo është ai vendi ku unë jam rrit, është Qabrati, është dikun maja Qabratit dhe krejt jeta ime, fëmiria ime, lindja ime ka fillu këtu dhe ende vazhdon këtu. E ke pikturuar Qabratin? Qabratin e përjetoj shumë gjatë stinëve, e secila stinë ka të bukurinë e vet, që t'jep emocione, dhe secila stinë ma kujton një ngjarje mu, kur unë e kum përjetu si e re në Qabrat. Ata që unë e kum pikturu në Qabratin tim, jo vetëm gjetha që më pëlqen shumë, stina vjeshtës, ka laramani, kolor shumë, dhe sa herë isha ato pendë të kuqremta, të verdha, të zverdhura, të kafta, e sidomos kur e mushin tokën dhe shkelin ato gjethe, e m'japim shumë motiv për jetë. Shumë e bukur. Këto më thënë, ju jeni këtu, kjo vajza e vogël, a? Unë dikun i kom 4-5 vjetë atë, jam fëmija i parë, dhe këtë anën e djathtë time është baba, ndaj janë një shok i babës, këta 3 janë kujshit e me, dhe në të kaluar nuk kanë qenë shumë të ndara gjanat si tash, kanë qenë një familje madhe, çfarëdo që është dashur me përjetu diçka të mirë, janë thirrë kujshit. Vërtet. Çfarëdo që këtu me siguri ka qenë ai festë të veshur bukur gjithë, dhe gjithë reflektojnë energji pozitive, gjithë buzëqeshun, u ka një lidhje familjare dhe një lidhje shoqërore miqësore shumë me respekt, shumë me dashuri, që tash nuk e hasi dhe nuk e qoj.
Nëse ndonjërit për këtyre ka pas një hall, gjithë kanë qenë atë. Nëse ka pas një gëzim, gjithë kanë qenë atë. Është konë diçka që u lidhë dhe më ndërtimin ton tjetës mandej. Vërtet. E kemi ndidhe na ata ma vonë. Po. Kalojmë të fotografia tjetër, shohim ku do të na shpije në shkollë, rëndom në bankat e para ose vitet e para. Kjo është kur unë kom qenë parashkollor në atëherë i thëshim në foshnjore. Po. Jam këtu e treta më radhë nga ona djathtë, duke buzëqeshur. Gjithmonë jam kam qenë buzëqeshur, flokë shkurt, me shoqet e mia, me shokët e mi, që disa i kujtoj dhe disa nuk që i kom harru pa me emra, i kom harru janë shumë vite. Dhe sa shumë për më japin energji pozitive, mësusja ka pas e mbi emrin Hoxha, po emri nuk po më kujtohet për momentin. E u koni mësuse qa që ka përcjell energji pozitive, qa që dashur, qa që but, e ka pas një ndjesit posaçme për fëmijët. Me buzëqeshje na ka ofru, me buzëqeshje kemi përfunduat orë dhe shumë nostalgji pas na për këtë foto dhe këtë mësuse. E bukur, interesante, kur sa vite përpara shumë vite përpara. Kjo fotografi. Shumë vite përpara. Kalojmë te fotografia tjetër, profesore, shohim ku do të ndalojmë tash një flutur e rritur. Kjo tash me një gjenerat tjetër, këtu jemi unë e kom kry shkollën normale, Hysni Zajmin Gjaku, për mësuesi, mandej sfidat e jetës i rrjedhat gjithmonë nuk përfundojnë aty ku ti mendon. Shumë e vërtet. Bartën gjana, del diçka dhe asnjëherë nuk mundesh me planifiku një jetë. Këtu jam me shoqet e klasës në vitin e 3 shkollës normale. Shkolla normale ka qenë 5 vjeçare. Do më thonë, nuk jam e sigurt anë 3-tin, anë 4-tin, bërë që aty dikum, kur këtu mandej ka ardhë një profesor tjetër që ma ka kthy mendjen dhe kom anu me studiu artin. Pastaj, pas përfundimit të normale? Para përfundimit. Para përfundimit dikun vitin e 3, këtu bash, kur i na kemi pas këtë rukëtim, si për mësuse, mësusin e kemi kry, por unë e kom ndru mendjen me profesorin e artit Takmir Krypa, i cilin e kisha arë në atë kohë me në dhonë art, normale, dhe ai me ka vrejt e ka vrejt të unë një talent, dhe ai më ka orientu mandej me vazhdu Akademinë e Artit. Po. Do më thënë, këto tjera gjitha mësuse kanë përfundu. Edhe numri vajzave i madh, do më thonë kjo e mirë diçka për mësuesia ka qenë profesion i kërkuar. Edhe ka qenë profesion që ka ndash familjar tonë. Edhe veshja, po më pëlqen, do më thënë një veshje e moshës rinore. Po, mosha rinore, por na kemi qenë shumë të bashkuara. Gjithmonë kemi ndajt bashku, kemi nda mësimet, kur një na diçka ka pas problem, gjitha imi kona atë, kemi ofru gjitha dhe njëna tjetrës diçka që nuk harrohet, por na ende bashkohemi dhe pim kafës bashku. Sa e mirë, sa e bukur. Kalojmë të fotografia tjetër, shofim ku do t'jemi në fotografi tjetër, po... Këtu jam, unë kom qenë studente. Po. Viti 2. Në fakultet. Edhe kur visha gjatë pushimeve ose ndonjë pauzë në shtëpi, atyre shisha që nana gjithmonë vaj sa vjullimet. Po. Don është diçka nevoja, s'është aty baba duhen më bo disa dru për mundes zjarri, atëherë une isha gatshme gjithmonë për fakultetit dhe në stinë e ndimnit jam dalë dhe kum pasi Nuk isha ato vajzat e llastuara që po studiojnë edhe punët të shtëpisë mbesin prapa. Gjithmonë kur zhdash diçka me bo, kom qenë atë. Nuk kom qenë me një mendje madhësi, asnjëherë. Gjithmonë për toke, gjithmonë për mendimu. Edhe kjo për mua është krenari. Gjithsesi, interesante. Edhe kushtet në të cilat kanë qenë aso kohë. Kalojmë të fotografia tjetër, shtatë gjatë gjithmonë pas ke qenë. Shtatë gjatë shumë. Po. Dhe që atëherë
Që di dhe që se ku marrë dhe dizajni, më ka pëlqy të vetja, gjithmonë teshat, disha me Guximi, mi u dhonë do ngjyra, mi hap, pantollat edhe atëherë ishin farmerkat, gjinësat i kanë qenë, dhe i heksha ato fijet, por gjithmonë bëjsha diçka artistike, do më thonë, jo, që ishin kushtet, që na gjithmonë më ndru diçka me pas tre, por me ato që ishin me bë diçka të re. Dhe një detaj sa do i vogël të Sa do i përpunosh vogël për mi diçka. ndryshu ata mu duk sa ma bukur, sa ma kreative dhe artistike. Po, e bukur. Këtu jam në atele të punu, Në atelen tuaj. jo, në atele në fakultet, Fakultet, po. Akademi të Artit në Prishtinë, dhe këtu jam para shta filloj, është aja tabela ku na punëshim. A kishit kushta aso kohë për të kryer këtë praktike në një farë forme? Aso kohë kushtet kanë qenë minimale. Arti ka qenë një fakultet i cili dojke shumë shpenzime. Po. Ishin ato kornisat që doshin mu përgatit, ishte bezi, ishin ngjyrat, ishin brushat, ishin tretjet që doshin mu tretë ngjyrat e vajt, lypshin atë tretjen e vetë. Ishin shumë gjana për profesion që ishin të domosdoshme. Mirë po u gjindshim. Nëse dikush e hek një brush që nuk e mendoj që është e harxume, e merrshim e pastrojshim mirë edhe vazhdojshim pikturojshim. Të piqeshit të gjindeshit në situata. Një situata nuk kanë qenë jo tonë të asnjeni, ndoshta veçantin dikush e ka pas situatën më të mirë po shumë pak, edhe ishte një fakultet që dojke shumë shpenzime ishin. Po me gjithat, u gjendshim unë kur të visha në Gjakov, edhe për mi kujton shumë sene, faleminderit për që për më këthen, edhe atyre në pazar patatet, u shqitëshim fshatarët në për do thas që kanë qenë të punun prej kashtës jo, do fije kanë qenë sikur konop, më kujtu, konopit. Edhe a i ka qenë bezi me konop, ka pas i vrasht ka qenë. Edhe unë e mersha të thesin, ta fshatarët ata dhe ta jepshin ata, e mersha, e hapsha në korniz, drurit me kapsha me goshta, dhe e lysha me të kallë për mës me dalë ngjyra jashtë, aty kishte shprasina, thesi shumë. Do më thonë e përgatit qa vetë, derisa ta që ki të gatshme, shkon në librari e merë kornizën të gatshme me pëlhur, me të lyme, me krejt, atyre ka mungua ja. As ka pas ku mu ble, dikush e bli, vonë prej Shqipërisë mi ka prun, që në kun pas, vonë, krejt vonë mi ka prun bezin prej Shqipërisë. Mirë, por një kohë kun punu në thesë. Kalojmë të fotografia tjetër? Këtu jemi në Itali me studentat, kjo profesori Fatmir Krypa, cilin e përshëndes nëse në sheh, është shumë krenar, se krenar një profesor i cili ka punu me ndjenjen dhe dashuris me studenta. Një profesor që ka jap gjithë shka të vetja, për na me dalt, gjithmonë me pana dhe dike kushtet që me studenta qëfar janë, ka qenë një par festa atëherë një maji edhe janë bo plakatat për ndërë të festës mu përhap në për qytet. Edhe ka marrë si projekt ata që aj me studenta, mi u heqat projekt, që përfitimet mu mledh dhe më shku nami pa Vatikanin në Itali. Imagjino qëfar dëshire, qëfar vullneti. Edhe me krejt studentat. Edhe atëherë në atë kohë kemi vizitu Vatikanin, po që ka një herë serioziteti unë shumë shpeshe përmendej, nuk ka qenë ishim shumë të ri dhe ka njëherë nuk ishim të përqëndrume atë. Në rëndësinë e vizitës. Ajo ishte shumë rëndësi më pa na qeshjet tona, busqeshjet, ato rinore që dhe ato nuk harrohen. Pjesë e punës, pjesë e shëtitjes. Ekspedita bashkë me vërtet. Bashkë me gjitha. Vërtet bashkë me ato dëfrimet rinore ose vrullin rinor, që gjithsesi është i pranishëm te kjo moshë. Kalojmë te fotografia tjetër. Ku na bie kjo fotografi ka që bukur? Jo, në Akademi të Artit është një hyrje në atele. Aty mrapa janë dy shoqet e mia kanë studiu grafiken te profesori Fatmir,
kurse unë kom qenë studente e profesorit më hupi gati emri, Recep Feri, jo. Është e pamundur, mos të më kujtu profesori Gjep, se kujtoj gjithmonë. Recep Ferit. Dhe Recep Feri, profesori ka qenë piktor i njohur, dhe unë na kishim mundësinë atë kohë mi zgjedh profesor, ishin një numër i piktorëve dhe për zgjedhjen studentët e bëjshin vetë, orientimin. Mirë, po gjithmonë për zgjedhja ishte sipas qasjes jote dhe qasjes profesorit. Raportin që kishte ndërtuar ti. Një lidhje, atë flen ty stili ati profesori, puna ati profesori. Dhe unë kesh përzgjedh të profesori Recep dhe kam mësu shumë pa kufi dhe pa kufi na kanë jap ditori. Gjithmonë krahasoj ke kur të ke me të ndihmu ose asnjëherë me të kritiku, asnjëherë, vetëm se në mënyrë indirekte të rthorazimit apo me dije që kjo e tepër të është në art ose i mungon diçka, ajo tepër që thërë ke keqen art, ishte që e thejke, para me no flutër një femen që ka më shku dikun dhe duhet më përgatit më përgati, nëse i merë dhe i zbukuron sytë shumë, i lynë shumë, njëjtë edhe bust, edhe vetullat njëjtë, edhe ftyrën, edhe gjithë shka jep intensitet fort. Pa bo dalim që kjo duhet më ardhen shpreje ma shumë syri, apo buza, në plan dytë, kretë këto krahasime praktike i merke që ti e kupteshën shumë mirë ku ki gabu dhe shka ki gabu. Ua, sa bukër. Mjeshtërisht. Mjeshtërisht. Edhe kur nuk e harroj vlerësimin ati për veprat që ne epke, mënyrën, metodën që ajo zgjedhte. Asnjëherë mos më thonë shka ki bo kështu, kjo gabim, kjo s'ka. E në artë ke kur gjo nuk ka gabim. Veç tu është me ditë, me gjetë, me nëzirë ata që ti donë mi prunën shpreje, mi vunë shpreje. Shumë e bukur kur mban mend këso lloj këshillash të cilat të ndihmojnë pastaj gjatë gjithë jetës. Ecim tutje, fotografia radhës. Prap këto me që asnjëherë nuk e harroj me kolegët e punës, rrugës për Itali të shku, edhe shumë interesant, kemi qenë shumë të lidhën. Edhe sa herë ishte një pauzë gjatë punës, po ne ishim shumë në atele. Nuk ishin edhe kushtet aq të mira, por ndamja u bëke me disa kartona, se cili mi pas atelen e vetë. Ka qenë profesor vllau i profesorit Bedre, Tahir Emra, Muslim Ulliqi si piktor, Recep Feri, Salih Hamidžići, edhe s'ka pas tjerë. Këta kanë qenë. Kurse grafik ka qenë Fatmir Krypa. Unë e kom qenë vetë me prej Gjakovës, vetëmja. Edhe, i mashkëve ka qenë një djallë, por nuk dija ka jetuaj në Gjakove, vetëmja si feme, nuk kom pas në rreth, vonë jom përshtat dhe vonë më kanë pranu këta. Se këta dishin në peje i shkolla artit, shkolla mesme artit, edhe këta kishin të krymë gati gjithë shkollën e mesme të artit. Që kishin një përgatitje para prake. Një përgatitje para prake, kishin atë bazamentin, si kapët lapsi, si shiqot, vepra, figura, portreti. Unë visha për një shkollët mesme mësusis, që bazamentit e unë u duke mu formu gjatë rukëtimit, gjatë studimit. Kjo ishte pak, edhe gjithë të ndimëshin. Po në Gjakov bashkëmoshatarët tuaja zgjodhin kësi drejtime si kur ju, sepse këto drejtimet kanë qenë pak më specifike të fushës së artit. Shumë vonë. Shumë, s'di sa generata mas meje, kush ka studiu mas meje, nuk e di, veç shumë vonë. E di disa generata jo. Unë e thash edhe unë s'kisha ditë që është mrenda meje arti, nuk kisha ditë me kërku. Mirë, po shka do në thotë një mësus që ta nxjerr jashtë edhe një mësus që e dënë punën e vetë. Dhe më të vërtet ndihmon. Do më thonë një jetë, e shpëton një jetë e krijon me një profesion të ri. Shumë e bukur është kjo. Kalojmë te fotografia tjetër? Tash jam atëherë kur një kumaru studimet dhe jam inkuadru me njëherë atë vetë në gjimnaz, Hajdar Dush.
Më vërtet në fillim ka qenë Qamo, Po. qendra mesme orientimit, shkau qysho qutë Qamo, mandej është të Qendra arsimit të mesëm të orientuar. Mandej është bondarja, kum kalu në gjimnaz, që ma kujtove Kameronin, mandej Kameron Goronci, ka qenë mbas meje në gjenerat, kum punë pak para Kameronit. Dhe këtu jam me shoqet cilat nuk harrohen letë, sepse të gjitha kanë qenë profesionaliste në lamin e vetë. Disa dhe profesoreshat mia. Edhe profesoreshat e tuja, dhe gjitha kanë pas një qëndrim, një seriozitet në punë, gjitha kanë qenë jashtë mësimi ditarit, imi dalë prap kemi vazhdu për mësim, nuk sot në qatë mas nuk di a respektohet arsimi sana, krejt kohën imi konë lidhje me nxansat, krejt biseda është bo rreth nxansit, krejt biseda që na kanë sugjeru, Susjani Sret, Vjollca, Mësja Bekrije, Fatimia, Dula, kjo Mërvete Dula. Mërvetja, Nexha, ajo Loni. Shpresa, gjitha që na kanë sugjeru kur kemi pas nevoj, na që ishim fillestare në arsim, për qëndrimin, për nxansin, për çdo gjë që ishte nevojë atëherë. Shumë kur e gjen një bashkëpunim kolegjal, e don 2 herë më shumë profesionin, kur ndihesh ngrohtë aty ku punon. Sidomos në Sreti, kur deke diçka më thonë me intimitet shumë të madh, ta bëjke shumë me kokë, u afroke dhe shumë me një fjali e përfundajke nga dalë, ashtu, mos më kuptu kur qo. Edhe i respektoj, edhe i dyshëroj jetë të gjithave. Faleminderit. Edhe unë i përshëndes këto gratë, cilat... Gratë e forta. Prej cilave kam marrë edhe një horisi gjimnaziste. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu prap krejt kolektivi, nuk e di, pa mduket këtu kur kanë fillu në për shtëpia. Po, mësimi në shtëpi. Edhe kemi qenë diku në mbledhje këtu, krejt kolektivi, nuk më kujtojt shtëpia saksisht të kujt ka qenë, por e di që krejt kolektivi komplet kemi qenë, dhe ka qenë një foto e fundit e mbledhjeve atjerë që kemi majtë, që u kone drejtori Din Baraku, shate, Dini. E vështirë me mbajt mësimi në shtëpi, për shembull për profesionin tënd? Unë me të regu drejtën kur ka fillu, unë për shtëpia më majtë mësimi, unë kom qenë pak si e lirume profesionit tim, edhe disa shkallësi tjera. Edhe unë në atë kohë kom shfrytzu 92-94 kom emigru në Suedi. Në atë periud pas taj, po. Mandej flasim. Do të flasim edhe për Suedin. Këto fotografi besoj si kur kjo flet shumë, sepse na kujton një epokë kur mësimi është bërë në shtëpi. Kur mësimi është bërë në shtëpi, dhe çfarë kënaqësi është kur vetë familjarët kanë qenë të gjithë dyrë hapur, të gjithë me dur të hapur edhe me dyrë të hapura, se nuk ishim 2-3 vetë, ishtë një kolektivi tërë, kur edhe na respektojshin, nuk më ishim veç me hi me dalë. Na kish një kohë që rishim pas mbledhjes ose bisedojshim, ose na ofrojshin gjithmonë diçkan, pa kafe asnjëherë, ajo tradita jonë që zhvazhdon, gjithmonë me mikpritje të madhe. Me mikpritje, bukur. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu kom qenë kujdestare, vit 4, gjimnazit, me këta nxënës, kur e shiqoj numrin e nxënësve këtu, sa të rritur, dhe të rritur dhe qaq me edukat, qaq me një kultur, qaq të ndëgjushëm, që me njëherë, si thëshe, kemi dalë në foto, ani mësuse, të respekteshin për shumë, nuk e di knatësi ma të madhe se une kur e shë këtë fotografi, kur e shë numrin e tonë këtë në të rritun, me të respektu ashtu të edhe une asë njëherë arti kuptohet artë. Gjithmonë dikush të ke, nuk e kina i matematik të shapo, të ju për i frikës në zancat, edhe në matematik, edhe në gjuhë, edhe në disa landë, kanë pas edhe frikë, kanë mujtë edhe pak aj qëndrimi frikës, arti u konë.
i lirë, kur njëherë nuk ju më kom bo presion fëmijëve, ase nuk e kom ngritë zërin, gjithmonë me butësi, po me të vërtet kanë qenë shumë të sjellshëm. Shumë. Gjeneratat e juja në konë mu majtën mandë. Unë nuk e di ta shumica ka janë, po se cilin kur e shiqoj kështu gadal afër, nashta dhe më arrit ekrani pak, për m'jep shumë nostalgji, shumë emocion. Po kjo është, më thëmë gjithmonë, si nxënësit natyrshëm lidhen me nxënësit. Por edhe t'japin freski dhe nuk t'lojnë me menu veten që ti nuk mundesh mo, po ta japin atë përshtypjen që mësuese me reditari na jemi këtu. Sa bukur po përshkruan. Shkojmë të fotografia tjetër pas këtij momenti kaq të mirë. Opa. Ku kemi dalë këtu? Çfarë po merr këtu? A kush po lexona? Këtu e dita me të regu 92 thash që kemi emigru në Suedi. Arsyeja pse kemi emigru... Migrove me familje? Me familje, po. Kanë qenë kushtet, ishtë largu atëherë burri po atë vetë prej punës, unë në shkollë nuk punejsha. Dhe ishin 3 fëmijë, do më thonë ishin 5 antarë, edhe vendosëm një kohë mi pa çka muj me po. Edhe prej fillimit kur kemi shku, nuk kemi shku që kemi nashta me ndaj. Po se cili që emigran kështu me manë, po dhe që ndronë me ndej. Fiks kështu ma kanë thënë kur shka qene ullum këtu, kur shkojnë në Evropë. Mirë, po unë këtu kur si kom shku, ka qenë mas një kohë shumë të shkurt, ka qenë një farë mërzije madhe të une. Mërzije heshtur. Nuk u pajtove? Nuk u pajtova, nisha vetën pajtore, pse kesh iniciatore, ndoshta fëmijët që shkan mi pas, mendojsha shumë për të ardhmen e fëmijëve, gjithashtu burri nuk ishte absolut i lumtur, edhe pse unë fillova me punu, më marrë me aktivitete atje. Qëllimi i marrjes jeme me aktivitete, daljes nga shtëpia, ishte thjesht mi përmbush atë shprasi që unë e kisha. Kisha mbrenda vetës një mërzi që kisha fut mrena. Dhe ishte ai malli që ishte për familjarët, malli ishte për obar, për shtëpi, për çfarë do që frymëzonte, për aromën e vendit tim kisha mall. Edhe kështu që fillova me shumë aktivitete. Njëherë vazhdova me fëmijë të cilët ishin në emigracion, fëmijë shqiptar, që shkonin në shkolla suedeze, më ftun si asistenta aty në fëmijëve. Në shkolla suedeze, 1 vjet, a 2. Mandej fillova me fëmijë shkrim lexim nëpër shtëpia. Shqip. Mju ndihmu fëmijëve në shkrim lexim. Mandej bashkë me një mësues tjetër. Mandej, prej atyhit është, cila familje kishim asistentet sociale që kujdeshin për ne. Një asistente më afru, tha, na kemi si tradit, çdo vit, për secilin komunitet, me përgatit diçka shka ato din mas mirë me bëjmë po. Gratë. E tha, ty në CV-n tonë, kër i këm dërgu dokumentat, ta pam që kishe një shkollë të artit. A është e vërtet, i thash po. Tha, mund është ti diçka me kriju, ndryshe. I thash po, ajo unë materialisht nuk jam e përgatitën për ata, se duhen disa gjana. Duhet bezi, ngjyrat, shtafellaja, ajo, numëroj une. O, tha, për ata ishti s'ka problem. Sa bukur. Edhe për një moment, nashta 1 orë ka zgjat, derisa shku ka marrë krejt çka unë i kom thonë që më në vitën për me kriju disa piktura, edhe mi ka prunë. Ti veç puna. Dhe fillove punën ti? Nuk fillova, se fillova me më lindë shumë se në kokë, nuk dësha me punu ata që e shë. Dësha thjesht fola me një gjyhtar, ati është një mësues i gjuhës edhe një historian. Edhe fola që qysh është si historia fustanelat, qëfar është akina i libër të historisë, që unë të orientona të bëj diçka për fustanelat, për ngjyrat,
për energjinë çfarë na kemi si shqiptar, për ato vallëzimet çfarë janë, edhe bisedova një kohë, m'japi shumë motiv, edhe fillova me ide, shumë ide mora ataj. Te tjetri gjuhës mora ide për grunajat, për fushat, ai filloi me poezit, me livallet. Edhe një punim e bona peizazhin suedez. Këto dyja që unë kryova, a i kanë ndikon këtu? Me siguri janë. Mirë, mandej të kalojmë të fotografia tjetër, mos e kemi në vazhdim, nëse jo. E këtu. Këtu do më thonë aty ku m'jap një vajze shqiptare, këtu, e ku m'jap një mirë njohje si recituse shumë e mirë, në prozën, poezi, edhe ja ku m'jap mirë njohjen. E këtu e nanat e fëmive me cilët unë punojsha. Edhe u konë si një farë kokteli vogël. Sa muar këtu. Që neve na ofreshin, ata suedes do ofreshin shumë. Kalojmë të fotografia tjetër? Kuj? Këtu tash për profesionit, në artë këmë kalu një profesion tjetër, këtu në vitin 99 me njëherë mas luftës është arë një organizatë gjermone prej Këllnit, që është quajtur Medika Këll, dhe këtë organizatë farbarësisht Samile Juniku, ginekologja jonë, e ndëruar, dhe e ka ngre kana në Gjakov, dhe e ka vendosë duke jap shumë argumente, se më siguri dhe kanë lyp argumente këto pse bëjnë në Gjakov, u vendosë se këtu ka qenë që kanë përjetu më së shumë t'i gratë, dhunimet kanë qenë. Në rrethin, kuptohet, në pjesën e Dugagjinit. Dhe i ka bindë ato me shumë argumente dhe që këtu ka më së shumë t'i nevoj, traumat janë çdo cep. Ato janë vendosë në Gjakov dhe kjo ka qenë mësusja parë, Gizela, Gjermane, mësusja parë, unë jam aty afër saj. Mësusja parë ka qenë prej të cilës kemi marrë njëri për t'i mbështet këto gratë me familjarë të zhdukur. Dhe sa për kuriozitet, kjo gruaja është gruaja parë që unë e kam intervistu në Radio Gjakov. Në vitin 1999, kur erdhi në Gjakov, erdhi në Radio Gjakov, me tregu tash se qa do të bëj dhe cilat janë angazhimet e shoqatës, dhe si sot më kujtohet intervista me të. Ka qenë e jashtëzakonshme. Nuk më kujtohet kush ka qenë përkthyesa atëherë me të. Selameti, që Selameti Peni. Ndoshta. Për më duket Selameti ka qenë. Po, veç ka qenë Profesorisha Selamet. Në Radio Gjakov, në studion e Radio Gjakovës, një dita djel ka qenë një program dhe aty e kemi diskutu. Kalojmë te fotografia tjetër? Këtu në Medik, me shoqet, është një shoqe që për mungon, cila ka ndru jetë, është një sërët e zeka. E jashtëzakonshme. Një kolege jona me një profesionalizëm shumë të madh. E vërtet. E cila ka dallu, edhe pse ishte paraprakisht një sociologe shumë e mirë. Me profesion, edhe që ishte si punon si sociologe në qendrën për punë sociale, aty ishte ballafaquma me shumë probleme sociale dhe kishte një bagazh ditërisë të njohurisë për punë, derisa për ne ishte një punë e panjohur. Dhe në sëreti na ka ofru, unë po flas për veten, sa herë kum pas nevojë ndihmë ose me bëni përshkrim ose në ndonjë prezantim për punën, me në sëretin bashkarisht e kum bë. Ka qenë ëmbël, qetë, bujare. Ajo, ka qenë qetë, ka ditë më të ndëgju ty më orë tana. Fiks ashtu. Ka ditë vetëm më kry, me pohu, dhe asnjëherë mos më të ndërprejnë mendimet e tuja. E më kujtohet një rast ku kemi shku së bashku, ku më thonë, me një trajnim i majtë bashkë. Po. Pi thamë një sëret, a ta mërë me një kështu, e kom... Ajo tha, unë e ku më nuk kështu, ishtë dishka ndryshe, një variant tjetër. Ma qëllimi ishë njëjtë, por qasjet, normal që jenë të ndryshme, tha, dishka flutër,
ti që ke mendu ti, mendoj që është më mirë, sepse ti ke mendu që ashtu dhe ka më pas sukses. Një përkrahje me shumë menqëri, me shumë profesionalizëm, me dhimbësuni e shiqaj. Ka qenë një grua, kam pas fatin me njoft nga afër edhe pajtoha me krejt këto komentet e juaja. Edhe besoj që vajzat janë të kënaqura me një nonë çfarë kanë pas. Të dyja, Blerta dhe Jeta. Të dyja, Blerta dhe Jeta. Faleminderit, kalojmë te fotografia tjetër. Çfarë po bëni këtu në det? Ku jeni, në Durrës, ha? Këtu na kanë dhënë, gjermanët na kanë ofruar shumë. Po. Çdo qasje të edukimit psikosocial këtu na kanë ofruar. Këtu jemi me një terapeute të punës trupore, ajo me të kuqe atje, në Durrës. Dhe për me na mësu neve se si trauma për cilët edhe në trup dhe cilat janë ato ushtrimet që na duhet mi bo me gratë. Edhe gjithmonë mas pari në fillim kanë bo me ne. Arsyeja se dhe na ishim pjesë e luftës, gjitha. Dhe ju i pas një pjesë të traumës, pa? Një pjesë të traumës se zla prej nesh. Mirë po, ato që kanë bo me ne, ato neve s'pari na kanë shkarku indirekt pa dit na, shumë shka ato janë të bo me ne. E kanë pa nevojën që na kemi nevojë shumë të madhe për mu shkarku na për me punu me gratë, me na lënë hapësinën për me punu me gratë. Edhe këtu janë disa ushtrime me këtë zonjen që na ka demonstru se si mi nxerr frymen ose si mi bë ato lëvizjet. Bukur, kalojmë të interesante që kanë punu me ju për me qenë pastaj të përgatitura në teren, çfarë do të takoni, sepse ka qenë situate vështirë me njerë pas luftës. Edhe me na jap disponim. Disponim, e vërtet. Se ishim pak të mbyllura, edhe me na disponu, me na hek ato streset, ato traumat e luftës, ato ngarkesat, çdo gjë që ishte mundshme ato bëshin për ne. Që na dikur me mujt, me pas hapësinë në trupin tonë me punu me të tjerë. Edhe çfarë përfitimi emocionale dhe ju kur jeni shkarkuar për këtyre gjanave. Shumë. Sa keni rujt shëndetin e juj. Shumë. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu është Buki, një shoqe jam shumë e afërt, shumë e dashtun, që dua shumë, dhe që prej fillimit jemi bashk, dhe që kjo është iniciatorja që unë e kum fillu këtë punë, kjo ka ndëgju dhe ka thirr. Du më thonë, çka do të thotë më konë një shoqe e mirë, e ka ndavë ata çfarë ju ka afru asaj bashkë me mu, edhe që unë s'kum pas një uni që është kjo organizatë, është shoqëar, kjo më një herë më ka lajmëru, është pranuar kjo të mësusja, se Gizela na ka marrë në pyetje, profesionin, na ka pas disa biseda me ne, sa jemi na në gjendje jemi punu, më marrë me këtë punë. Mandej edhe unë gjithashtu, edhe kjo për punon diçka me gra me një fshat, për ndoket fshati është Gollogjan. Aktivitet. Kjo, po, na kemi shku këto, unë jam të marrë me fotografi këta, edhe unë jam këtu bashkë me këta, Bukin, edhe kjo është një farë indirekt të folë për vetë vetën. Janë disa letra, që kanë disa figura, janë të këtu në mrapsht për letrat, këtu janë si cila ka një figurë, dhe cila tërhek e merr një letër dhe e kthen dhe flet për atë figurë, në fakt e flet për vetë vetën. A ishin të hapura, sepse këtu kanë qenë për shembull, nuk kanë qenë familjare, kanë qenë të një fshati. A ishin të hapura me prezantu secilën rrethon të mundshme? Që ta shumë mirë potencove, Lita, se për mes Milona ishin vështërsitë. Me folë për vetë vetën, shumë vështirë është, mundesh për dikën, ama për vetë vetën është vështirë. Kështu që kjo është mënyra të folurit me anë të letrave, komunikimi indirekt, që nuk ta shtroj për njëra një pyetjen si jeni, a jeni mirë. Mirë po e merr diçka dhe e fol. Mirë po tu fol, e kthen te vetvetja. Ai nisë flet, jam e mërzitur, që kjo letër për ma kujton këta, se aty janë disa detalet vogla që ta kujton diçka. Edhe fillon edhe e kthen te vetvetja. Këto ishin. Kjo ishin një teknikë që na kishim mësuar. Po, dhe pastaj mandej implementonin e vazhdoni me krah.
tekniket e mësume. Po, e bukur shumë. Kalojmë te fotografia tjetër. Sa të bukura këto fotografi, profesoresh. Po Këtu është ajo mësusja përballë, e cila më pyet për punën time, një farë supervizioni, për ata çfarë kam bo, për vështërsitë në punë, ku janë vështërsitë, si shkon puna, edhe patjetër cila teknika i përdor flutra, si punon flutra me gra, ku e gjen atë vështërsinë, pse e ndin atë shumë një rast cilin unë e prezentoj, ma tepër si një raste tjera, do më thonë ishin shumë sene që e do i kemë nxerr edhe prej meje, sa unë muj mu përballë, dhe i ku muj unë e më shku me dhimtën teme, se dhe dhimta jeme ish aty, se nuk ishim hala në të pastruara prej problemeve tona. Por ndërkohë nuk ishim kohë për ato me punu me ne shumë, po me një rrugë vazhdojshim edhe me ne punojshin, edhe na pyetshin si na punoj me gra. Interesante shumë. Sa shumë keni punuar. Kalojmë te fotografia tjetër. U kthyem pash, diku tjetër. U kthyem te çarbrati im. Po. Te oksigjeni jam. E ka nuk shumë mirë në hotel oksigjen. Këtu është afër oksigjenit. Po. Edhe me kë je këtu? Këtu jam me motrat. Motra. Edhe me qikën e Axhës. Kjo poshtë është qika Axhës. Motra dhe unë nelt atje. Kjo të gjithë kanë një histori të rinis vetë, si e kanë kalu jetën rinore. Mirë po unë mendoj që jemja s'ka fund. Krejt kjo lidhet për shkak të hapësirës dhe shtëpisë që ka pas hapësirë të madhe, dhe atëherë kur ti ki nevojë me qenë vetëm, ke mujtë mi marrë veç i plak me hipën qabratë dhe më najtë vetëm. Kjo më ka jap motiv për çdo gjë. Energji të ka jap. Asnjëherë nuk kalon që një mërzi mu thëllu të ti, ose si re, një frustrim i joti, ose një pikëllim, një zemrim, veç ki hecë në për qabratë, e ki zgat dorën, e ki marrë një kumull, e ki marrë një pemë, e ki thirë një shoqe, s'ki pas nevoj mi ngushtu as ata as veten, hapsin pa kufi. Dhe muhabet për qefi. Muhabet për qefi, energji pozitive, ajri pastër, çdo gjë mrekulli. Këtu ka qenë edhe veshti. Po, e njihet. Kalojmë te fotografia tjetër. Opa. Këtu jam prapë në Kolloqan, për më duket në fshat. Një fotografi që më shtin mu këtu i mrapa dhe shumë shpesh unë ndisha shumë keq, gjatë punës ku shkesha në shpe. Unë ndisha e lëndume... Bas trëfimeve, ha? Jo, gjatë tregimeve, gjatë historinave që i ndëgjesha, fakt që na kemi qenë këtu gjatë luftës, mirë për nuk kemi ditë krejt në për fshatra shka pëndodhë. Ka pas historina që nëse ullësh edhe me ndonë të njeri është me i fortë siguri. Kjo ka qenë aty një nanë, cilin e kështin marrë të birin, djalin, e këtu ishte një pi vet i vogël, shumë i vogël pa baban, nuk s'ja shumë rej, nuk është afer, bisedat i bëjshë me nonë, po shumë grabre, unë nuk e di ku e mershin atë forcë, për balë. Çuditshme ka qenë, po shumë e vërtet. Ato e tregojshin historinë në ngjarjen shumë të përballueshme. Me shumë Qetësi, nuk të mërzitshin, nuk jepshin në ndonjë shaj, por unë asnjëherë nuk i shisha ato bashkë qashtu. Unë i shisha gjithmonë ato të folën të thonë, me shplu zemrën shka shumë mrena, me hap ato shka ka mrena, çfarë ngjyra gjon mrena, çfarë mërzie ka. Çfarë pikëllimi, çfarë zemrimi, ato bën që kanë qajtë. Sa të mëdhaja shpirtërisht që kanë mujtë me reflektu kështu dy... Shumë bujare. Ato me mërzin që e kishin, sot dikush nuk të hap derën. Me një mërzi ma të vogël, s'kom disponim. Ato me kretat mërzi, me kretat dhimt që e kanë pas, e hapshin derën, të me pritshin, ullshin, bisedojshin. Qëllimi i joni ka qenë
që më shku sa ma shumë, më konë afër tyre, me bisedu me dikën, me smilon vetëm. Kalon të fotografia tjetër, po, e sakt, kjo që thoni edhe vërtet të dhimbshme. E tash, Ku jemi? këtu jemi në Medik, me një grup grash, cilat ka qenë një projekt prej organizatës Kfina Till Kfina, gruja për gruan, organizatë suedeze, të cilën e patën fitu në Medik si projekt. Dhe projekti ka pas për qëllim të mbështesim gratë, indirekt me anë të artit, me anë të krimtarisë, pikturës, gratë të cilat ishin të mbjetuara të luftës, gratë të dhënuara seksualisht gjatë luftës, edhe ato ishin të mbjetuara. Dhe qëllimi jo nuk konë që me disa gra vullnetare, cilat i thirrën Medik na me punu, që ma vonë ma anë të këtyn e grave, me fillu me pikturu dhe si ato janë ndih kur kanë ndëgju për rastet çfarë kanë qenë, çfarë kanë përjetu dhatë gratë në përfshatra, dhunin që kanë përjetu, dhe çfarë mbyllje kanë ato, çfarë jete kanë ato, dhe me punu mas pari me këto gra, që këto me smundi, bashkë lëndume që me smujt me kryu atëherë. Unë kom fillu këtu me disa teknika, me terapi trupore, këtu është teknika frymarrjes që kom fillu me gra, me mësu që shme marrë frym, që shme nëzirë frymen, ku blokohet frymarrja, pse është blokuat, çfarë lëndimi kina të pikë, kështu që kom punu një kohë me këto gra dhe në konë shumë të kënaquna, derisa si kemi përgatit këto gra për me fillu me vizatu, me bo piktura. Mesazhi ka qenë që ju nuk jeni vetëm atje ku jeni, jemi na me ju. Sa e bukur. Interesante shumë. Kalojmë te fotografia tjetër, sa shumë kujtime, sa shumë gjëra të bukura. Këtu i kemi ato pikturat e Suedisë. Këto janë pikturat e Suedisë, kur ato me kanë prunë mu këto, materialet edhe unë kom punu. Ky vend ka qenë nashta 1 metër ka qenë gjën edhe nashta 1,2 gjatë. Vësë sa mi vjerë setrat, paltot e... Mirë po ti ja dole me i bo këto? Une një shkama shka kum, nuk e di shka kum bo, dhe njën prehen e njën dorë, njën komet të pikturu, edhe fatë barsisht që kam këtë piktur, edhe që ma kujton, nuk thëmë vështërsin, po ma kujton kënaqësin që unë kum pas me bo diçka për vendin tem, për largësis, mi kujtu vendin tem. Këtu poshtë është aja Shqiponja dhe fustanela që nuk shihet, aty nalt janë grunajat, edhe tu pikturu jam një pejsazh suedez, edhe kur i kom dërgu këto piktura, një gazetar mu ka afru, edhe më tha, shka do të thot për ty ky pejsazhi suedez, shka të ka lënë për shtypje këto që e ki punu. Kum gabu që atë me revolt, pse isha mërzitur shumë, edhe i thash një natyrë që nuk pëmpëlqen as pak, tha pse, i thash pse shumë depresive, edhe që unë e kam atje në vendin tim ka shumë dritë, ka shumë energji, ka shumë ngjyra, këtu një vend depresiv, një vend i errët, edhe që ashtu e kumbo. Po ti realisht ashtu e ndjeje? Ashtu e ndjeja, po mandej ata kishin bërë qatë shumë që unë me revoltën time, i thash ato që kisha mujtë edhe ma but, mi thonë, jo bashkë ashtu. Edhe atëhere, këtu, në faqën, ati ka qenë një gazet ditore, që të kënë atë vendin Helafosh ku isha, një vend i vogël. Gazeta ditore, në kopertinën e partë gazetis, isha konun që kështu me piktura. Edhe titulli? Edhe një themë shqiptare, një piktore, emigracion. Thash mos e kanë shprej atë revoltën me Po, një kanë shkru metaforë. ata suedisht, kanë shkru mjaft, edhe une nuk e kum ditu, që jam aty që është dala e gazeta ditore dhe aty, edhe përshkojt dishka me fëmit, kishin vizita mjekësore të shpeshta aty, për çdo ditë. Edhe ma bënë ndritare një motër medicinale, për më thirë ndritare, anglisht e një njëfsha sa për komunikime, kisha fjallori, nuk komunikojsha me fjallor. Edhe më thot, tha, a din ti, tha, që je në gazetën e parë sot, në këtë Helafosh, tha, vendit tonë? Thash, jo,
Tha, hajde më komentaj, po ma jep, edhe ku përsho vetën. A mund është ma falë? Ta po. Sa bukur. Ecim tutje, kalojmë te fotografia tjetër. Një jetë mbushur me shumë kujtime. Shumë, plotë për plotë. Po. Plotë për plotë. Këtu jam në atë kampin, kampin, kësh ka folin, për qëndrimit. Kampin e strehimit, a? Kampin e strehimit, ku se cila familje kishte une për fat këtu, ku pas një shtëpis shumë, se gati mëj më të thonë nuk e kanë pas këtë mundësi të tjerë, të kanë pas kanë i dhomë. Kur kanë qenë në kamp, 3 muaj, 6 muaj, ma ndejnë vendosme për banesa, mirë po unë kom pas komplet një shtëpis të vogël, një vend skimi, vend shumë i bukur skimi, në altësi u konë shumë ftoft, dhe kjo veshja suedeza komplet kështu që du të më konë e më mbrojt për të ftoftit, edhe kom po si kujtem, ta kom në Suedi, çfarë është jeta në Suedi. Po. E këto shtëpizat drurit. Për drurit, për shkak të ftoftit, a ishin? Jo, se izolimi u konë fantastik. Fantastik. Që as banesat tona sot të rejat nuk e kanë atë izolim. Po e bukur kjo, po. Kalojmë të fotografia tjetër, le të mbetet kujtimi mirë edhe kjo. Edhe këtu në Medik, ka qenë ajo Gizela të të njësrejti nalt, edhe kjo është një terapeute tjetër me syza poshtë, një terapeute e cila e njoftur për traumën. Ta shpillum na mi thellu në Medik. Njëherë gradualisht ushtrime trupore, ato matletat, të punu me ndjenjat tona, me ndjenjat e grave, ta shpillum me himathel, me trauma, shka është trauma, si përjetohet, si punohet, e kjo ishte mjeshtër traumës, gjermane, erdhë kjo dhe na majti disa ligjerata, mësime, edhe ishim së bashku këtu të gjitha. Bukur, kalojmë të fotografia tjetër. Kush janë këta diploma? Këta diploma janë 2 fëmijët e mi. Janë edhe 2 të tjerë që nuk janë këtu, por janë këta 2 vllazni që i konë më afër me mosh, dhe që i konë vesh kështu të bukur, me këto veshët tona të bukura të Malësisë, Gjakovës. Ju keni 4 djema? 4 djemë, po. Dhe këta e në resursi e maj forti, familja ime dhe thmit e me. Jam krenare për këta thmi, më japin gjithmonë energji për punë, dhe jam e sigur që këta 2, bashkë këta 2 kanë kriju familjet e veta, dhe e kanë ëndrat e të në. Se janë të ndonë prej meje, tash vazhdo një jetë me familjet e veta, dhe une besoj që jam një nonë e bekume, sepse asnjëherë nuk e kom pas të rritish djemë, fëmijë nuk është lehtë, gjithmonë ka njëherë është nga ndonjë ekses, deri tash për flas, tash ma ta nej nuk di, dhe e ndina shto e bekume se gjithmonë jë mundu që këta të kenë sjellje të mira të paktën, me shokët, me rrethin, me familjarët, mos të nxjerrin diçka, po ta kanë një zemër të madhe dhe të ofrojnë dashuri gjithmonë. Këta do ta dëshironte secili prind. Secili prind, jam e sigurt që jo veç unë, veç secili prind. Secili prind resurs fort të ka fëmijën. Ajo që e fuqizon një prind, ajo që jep energji forcë prindit për punën ma tutje, është fëmia. E bukur. E bukur, tash këta janë bërë baballar, urojmë shëndet të kenë edhe të arrisin sa më shumë familjen. Kalojmë të fotografia tjetër. Këtu prapën Suedia i madhi që ishte une dhe që e gjojsha gjithmonë diçka me bo, që mi kujtu vendin tim. Gjithmonë atje isha fizikisht, kurse këtu isha komplet. Këtu do më thonë një ushqim? Këtu një ushqim tradicional të boflia, të qitë buka, diçka e më konë të bo, edhe të isha gjithmonë e preksha një pik ku lidhsha me vendin tim. Qfar malli kanë ngjyrë veçantë? Ne nuk u adim këtu kur jemi, po. Edhe gjithmonë edhe unë thamë, nuk e dim qfar malli kanë. Mendojmë që atje në ngërbet, jo, e ka një mall
e ka një mërzi të mbrendshme që nuk shifet. Nuk shifet, e vërtet. Tutje fotografia radhës, o ku na qoj kjo fotografi? Tash unë këtu prej Medikës është kryja i projekti imi që kom pas disa vjeqar, edhe unë nuk kom qenë e knaqun. Unë me vetë vetën. Po, ke kërku më shumë? Më shumë, edhe fillova dhe kërkova, u hap një konkurs në Prizren, ku kishin të këto e 2 gradë Zagrebit. Ajo atje ishte një gru e cila ka ndjera para 2 viteve ka vdek, një profesore shumë e zonja, në anën tonë, Jasenka u thirke kroate. Aty mes jam une, këndaj është një kroate tjetër në zëndësa asaj Jasenkës, edhe kjo një profesores dhe shef e katedrës në Universitetin e Zagrebit në degën e psikologjisë. Do më thonë, këtë dyja ishin ardhë në Prizren, që studentat që dojnë me perfekcionu këshillimin, se e kanë kry psikologjin, por nuk e kanë pas mundësin e praktikën me kry, se është edhim kur erë psikologjia me njëherë mas luftës u hapë si dek, atëherë këto e japën atë mundësi që marrë me ndimu studentave shqiptarë, këto të dyjat. Unë me Sakibe dolin, e ndëgjum këtë konkurs, dhe me njëherë afrum, edhe ajo kishte nevoj se u dheq këtë qendrën shtëpinë e sigurt. Unë isha nevoj, nuk isha plotësume ku shka kisha fillu, edhe dyjat u paraqitëm, fitum në konkurs të dyjat, edhe vazhdum 2 vite me këto gra. Duke punuar, duke u trajnuar, duke rritë aftësit e juja. Duke u trajnuar dhe duke mësu këshillimin ball për ball në mënyrën më profesionaliste që është e mundur. Do më thonë, e perfekcionove, ala ma shumë. Ala ma shumë. Kjo ajo nuk e di, dikush e njoftun e këtë në mëzarë Prizrenit, për më duke, dikush ka qenë një musafir i pa njoftun. Po e rastit, që na duke u fotografua e erdhe u këq. E tash si kanë qenë raportet me këto, unë nuk e di. Edhe ma kujtoj atë Jasenkën atjet, t'ja vetëm profesionalizmin e asaj, që ajo në fillim gjithë studentave në japi një detyrë ditën e parë, edhe filloja ja me folë që bëni diçka për vetë vetën, shka do që të bëni, unë e vetë për kontrolloj, veç për përceli. Ish kjo që në udhëheqi ato, apo në latë lirë, qëtu nuk më kujtohet, mirë po unë isha me një zhgënim të madha ditë, personal, prej punës që si kisha përmbush. Edhe për bëj do shkollë. Edhe kjo për shëtit, u konë shumë e qetë nga da, si një sredi, shumë e qetë e nga dalshme, vetëm të këqërke. Edhe kur e pa, unë ato shkollë të shikun bo, për vjenë edhe për ma bënë mrapa në shpinë, te egziston. Edhe unë për qej krytë dhe pikquj, kur nuk arrej, që tash thamë, gjithmonë, që se është mundësia dikujt mi a thoni fjellë, që e nëzirë për një situate. Jo mi folë, veç një fjellë, që është, që e prek aty ku duhet, mi afton për një njeri, me dalë jashtë mi qitë krytë, mi afton. Sa bukur. Edhe ma të fjellë, kur ma ka bo, ti eksiston, edhe kum që krytë, kum këqyrë, kum thonë, ku e diti kjo shka, unë jem mrenda meje, veç që tu më ka prek, ti eksiston. Edhe ajo fjallë sej, mu më ka motivu qatë shumë ka jap energji, forcë, gudzim, që kom përshtypje që për një rende ku marrë vete, ndoj më qunë kom. Sa e bukur. Bestas qasë ma shumë. Sa bukur. Ecim tutje? Këto me këta studentat, apo? Po, këta janë studentat tjerë. Këta janë studentat që janë ardhë me studiu na, unë e se akibja gjithmonë me studenta. Na tash me studenta prap, këta ishin ardhë me marrë duke, të këto dyja, po dhe na. Gjithashtu, këshim fitu konkurs, ishim ardhë me marrë duke, edhe këta keshin shumë e ne, Hanon, shka pëthu mu Sakibes, Hanon, ishin studenta të rrim. Se ju një mosh tjetër, po. Tutje fotografia radhës? Qëfar flet? Profesori Ragip Ballata, nëse? Po, këtu, profesori Ragip, është për mu një ndjenje veçantë, një krenari. Unë e ku marrë këtu për profesorit Ragip, e ku marrë një liber, ku janë, libri është më të si më dhënësit,
e trevës shqiptare. Do më thonë gjenerata parë dhe gjenerata dytë. Në gjeneratën e parë ish agja im, në vërtet agja i babës, agja i familjes ish, dhe unë si mesa ma madhe e morat drejt, ma japën vërtet familjarë që dush më shku mi marrat qëfar ta japim, atë liber, kur nuk ishte aty veç agja im, ishin edhe plot mësus tjerë, por që unë ndiva shumë krenare dhe hina lexova për jetën e agjës. Kem shtini me lexu ma shumë për jetën e agjës. Mburje dhe krenaria. Ata shumë kuaj në vitin 1911 e kishte kry këtë normale në Shkup dhe ishte konë mësusi i Malsis Gjakovës. Mësusi parë i Malsis Gjakovës është qujt Murat Muhaxhiri Gjakova, ku ma vonë ka qenë edhe drejtar në Pej dhe mësus dhe drejtar, mandej ka vazhdu kjo aktivitetin e vetë krejtë në Shqipëri, në Elbasan, në Vlorë, e mësti historinë e timit rëhu. Faleminderit. Mirë po e faleminderej me shumë respekt mësusin këtë balatën. Profesorin Ragib. Profesorin Ragib, për gjitha këto mbledhir, dokumentacione që ki ka boj jo veç për aqen tam, po aty është një numër i madh i mësusve, derë për me marrë dishka. Bile ka dëshmi edhe të dorës së parë, edhe të dytës, edhe kanë punu mjaftushëm. Mjaftushëm, i pa lodhur dhe me shumë respekt. Po, gjithsesi. Ecim tutje fotografia tjetër tash. Nuk e di është i njoftun për ju, Enver Qesku është ai atje, mësusi parë në Kosovë i terapisë trupore. Është mësusi parë, është i Prizrenit, është jeton në Prishtinë dhe punon. Këtu janë studentat ashtë tjerë të fakultetit psikologjisë, që e kanë kryjë fakultetin dhe që kjenë për shkallë të retë, përgatitën. Shkallën e tretë e kanë marrë terapinë trupore. Ky mësusi parë në Kosovë, që është Enveri, ky ju ka ofru studentave atë anën bazike, mundësin që mi marrë anën bazike terapisë trupore, mandej me vazhdu me ndërkombëtar. Mirë po ka hapë shkollën e parë, terapisë, badi psikoterapisë në Prishtinë, është Enver Qesku. Prej medikës, edukatorët tonat, medikës që kemi pasë edhe ato truporët, terapeutët trupore, unë kom qenë shumë e interesune për këtë lami, këtë fush. Kur njona, nuk e ka qenë pak e bezdis me kjo me trup, po mu më ka flajt shumë. Edhe te për kom dashtë. Edhe atëherë kur kanë dëgju, sot mira, na nuk e dia mujmë qashtu të më shku, aja kur kanë dëgju, Inge është thiraja terapeutja në Gjermani, kur kanë dëgju që Enveri ka hapë shkollën në ardhë, edhe më ka thonë flutër ka më të marrë me të shumë Prishtinë, se ti ki ortë e plota në medik, të plotësume për me vazhdu terapinë. Ata janë studenta, por nuk i kanë ortë të tuja, përvojën e punës. Në medik e kisha 15 vjetë përvojë. Dhe ti arrite pastaj edhe terapinë me specializu edhe terapinë trupore. Terapi trupore dhe u licencova ndërkombëtarisht në vitin 2011. O, sa bukur. Tash jam ndërkombëtarisht terapeute e trupit. Edhe këtu me Këtu me studenta kur imi shku në Francë, një profesor Amerikan jeton në Francë, profesor i njoftun i cili më ante, sikur që është kjo stimulimi i trupit, blokadat që bojnë akupunktura, njëjtë, ai nuk i përdor ato gjelpërat, por e përdor prekjen e thellë në përblokim që bëhet bllokimi i energjisë negative në për trup. Edhe ky profesori Enver e ka ndëgju që është që mundësi me marrë na disa orë, se neve na vynë orë tash për gjithë ndërkombëtarët, me përfitu diçka sa ma shumë, ja bën një ftesë atij që a ka mundësi, unë e marrë me 12 studenta mi konë, edhe tim ju i dhonë një riktore në këtë fush. Edhe që na nuk kemi, taj është një vend që duke me pas shumë njete materiale. Edhe i thotë, ky praktisht i thotë, këta janë studenta të dalun mas luftës dhe nuk ka kur gjo kur joni. Sa na pranon.
A i me një herë e këthen ftesën, edhe thot mi marrë krejt studentat edhe më ardhe, kush kur gjos ka nevoj me pagu të unë. Dhe ju shkua. Vetëm rrugën, kupto, më shku më ardhë. Edhe ushqimin, afjetjen taj, shpita ki. Edhe shkum, edhe 2 javë ditë kemi marrë dituri taj, që ato dituri nuk ki mundësi të mi fitu vetë, ose dushëm pagu para shumë, dhe kemi marrë në të ai profesor, nuk i harroj kur ato mësimet ati. Dhe i përkushtimin që aje ka pas ndaj nesh. Përkushtimin. Dhe përgatitja juaj pastaj ka rezultu shumë ma mirë. Kthehemi tutje? Këto është Gizela, mësusja suedeze, cila ka jetu në Zvicër, që unë e kum dasht pa kufi këta, pëse u koni profesionaliste, si kur ajo e Zagrepit që kom thonë. Edhe kjo për terapi trupore? Kjo për terapi trupore. Kjo u koni në gjendje qëfar do problemi, qëfar do traumet fështirë të mi pas, kjo u koni në gjendje më të nëzërë. Kjo u koni mjeshtër i trupit. Kjo dhe është mjeshtër i trupit, unë s'kom dasht me e kontakti se më ka dasht shumë dhe kom dasht. Edhe më ka thonë që e shumë luftarake flutër të edhe kush s'mund është t'je del. Edhe nuk e di, u ko një energji mes asaj edhe meje e lidhë në shumë. Edhe imi konë 11 femna, vetëm kë është mashkull, vetëm kë student ka qenë. Arbër Zeka, është një profesionalist tash i trupit në Prishtinë punon, Arbëri, një kolegi jam i shumë i mirë. Edhe kjo Kristina, kur erdhe këtu në Prishtinë, kishim një farë trajnimi mua atë vetëm dhe që baba, po më ndaj natë mujë se vetë, na çdo 2 muaj shkeshim. Edhe kjo ka pyet, ka thonë flutra nuk vjen se i ka vdek baba, edhe u ardhe në shtëpi këtu më pa. Shife. Edhe nuk e harroj kur, ato fjalë që ajo i ka fol, janë shumë gratë forta, bre, shumë. E kanë, gjitha kanë një profesionalizëm, po jenë me kom për tokë gra. Gra që ka një shpirt madhë. Gra që nuk e majnë dijen në gjep për veti, unë për këtë nuk më mësu shumë. Edhe kom thonë, pse na nuk jemi, pse na ata që e dim nuk e dajmë edhe me dikon. Shpesh, kur i kam 2 studente që tash unë jap orë personale majnë me mu në Prishtinë shkoj, edhe thojnë, na përdojmë orë personale me ty dhe diçka me përfitu. I thamë, keni me përfitu se unë nuk kom i marrë me veti ato që i kom mësu. Du më jo jap krejt që ka di. Kom mësu për këtëne. Kom mësu sa qësh duhet me jap. Sa është më rëndësi me jap. Shumë më rëndësi. Shumë e bukur. Me taku jeta me njerëz të saj natyre. Me të përmbush. Sa e përmbushur je, këtë doja ta thoja. Kalojmë tutje? Këtu të shku për Francë, unë alëm në Itali, kemi marrë një studente, një Maria, një studente që kish marrë me ne, edhe unë alëm të ajo, morë Marien, edhe unë aty pash një gitarist, edhe unë, kërë kone normale, kumë pas muzike, na kemi pas si instrument mandolinën. Pa tjetër, si mësu se u dasht mi dit notat e mandolinës në atë kohë për flasë, nuk e ki pas muzikën veç kalim, po i mi dut me mësu violinës, disa nota, edhe unë e ku pa ta fillu gitarës me mësu. Edhe në atë dëshirë e mura gitarën, edhe fotografova. Bukur. Tutje, shofim? Prap kjo. Kjo, veç e diskutuam, ecim tutje. Po. Kiki qa brati bukur prap, a diku tjetër je? Këto është... Jo, po shihet tash, po tash ma qartë jëm duke, po. Këtu rrugës prak për Francë, bashku të Italia, kur kemi kalu, ka qenë si shtetën veti Monaco. është një qytet i veti, një qytet i vogël, por si shtetën vete. Monaco, a i kish bukuri mrena, kur zhdryp, kish një alësi dhe kur zbret poshtë, kishin ato anija, ato banjesa, ato... Ishin si prallë, si një prallë, më ta shpjegu. Mirë po, unë ala këtu, edhe thash, erdha në qabratin tim. E thash, kjo Gjakova jam e poshtë, unë jam naltë në qabrat. Edhe du mi pas kujtim. Du mi pas Gjakovën kështu bukur. Edhe merë me manë Monakon, unë e kum krasu me Gjakovën. Kështu bojnë artistët. Prekin gjanat e mdoja. Tutje?
Këtu jam me punë. Në shtëpi sigurt, kom punu dhe në shtëpi sigurt një kohë. Këtu jam ato gratë shtëpi sigurt, të përgatit atë punën që kom i zhvillu me ato gra, mirë po e kom fillu dhe ato nuk kom dasht mu ekspozu, i kom lojnë pak ma onash, e këtu janë ato mjetët që tashe kur nuk i zë, dhe të mungon zëni mbrendshë me folë për vetë vetën, atyre indirekt ma në të këtën objekteve, ma në të letra, ma në të topit, qelës, çdo gjë që është e jetës, është aty, që thot taj një grumbull, edhe te merë dishka fol, indirekt, që ty të bënë përshtypje për jetën tome. Kjo është një, thojnë, ajo gestalt terapi, një terapi e veçantë, që ti nuk ki nevoj me të bë pyetje, nuk din api vret dikun, ajo me sak, kështu që qëtë shka do që është e jetës, mundet më ko një luk, një pijat, një qelës, një... Varsisht ti si e percepton. Po, edhe ti merë dishka dhe flet. Atëherë ti flet këtheshtë vetë vetja. Për mes një objekti, shumë e bukër kjo. Kalojmë tutje? Po më nëzanë sa mundu mi bo këta. Këtu jemi me Sakibën, që Sakibë jam rapa meja, të pak përshihet, unë e këtu pak për para. Këtu jemi të mësu ma ata studentat ma ato gratë të Zagrepit. Po, tutje dhe profesorisha Sakiba aktive gjatë gjithë jetës. Kërë Kristina, tu ma japë, për mdo këtë një farë mirë njohja, një farë, dishkan ka japë. Për punën, po që unë e baj. Respektin që ka pas për ty. Shumë. Psikoterapi pozitive. Tutje shofim nëse... erdhëm në fund. Gradualisht, i shpenzuam këto... Ajo që më ka jetë pa fol, në met ajo puna me gra, atë projektin këthina, t'il këthina, një punë vuliminoze, me 13 gra, gjatë 70 vjeqare, cilat për herë të para kanë marrë brushën në dorë edhe i kanë bërë 75 piktura, që na i kemi ekspozu në Londër edhe që kemi prezentu Kosovën me ato vepra. Faleminderit shumë, profesoresh, u kënaqa, shijova këtë diskutim me ju edhe po i thëm vetës sa mirë që të dëgjova me këto rrëfime edhe pse ju njoh prej kohësh, por ju dëgjova në një dimenzion të mirë krahas punës në pikturë që e keni pas. Do doja për fund një këshill nga ju për këtë terapin trupore. A më mirë është të flasësh duke lëvizur, apo çfarë tregon trupi për ju? Ta mbyllim kështu me një mendim profesional për ju. Terapia trupore, ose këta i thojnë body psikoterapia, është një terapi e cila e lidh mendjen me trupin. Do më thonë, janë një tërsi. Mendja dhe trupi janë një tërsi. Që se na përjetojmë dishka ose një traumë, nuk mbetet vetëm në kry. Ajo kalon edhe në trup, ose i pari është trupi që ndjinë. Na gjithmonë bojnë disa gabimet vogla pa dashje, që punojnë ashta vetëm me ato përjetimet që duhet t'i thot dikush në mënyrë me gojë, edhe ajo anën kognitive, se më hupi, mirë po duke e lanë anë trupin. Ajo është një tërsi, një lidhje komplet. Trauma më shumë betet në trup se në kry. Kur punohet me trup indirekt, e qëtë me gojë. Nuk qëkaj direkt me të thonë, shka ti ki përjetu, se unë e shotë ndosjen në trup. Trauma është ndosje muskujve. Trauma është një frimarje jo e plot, e thellë, po e cekt. Trauma është një presion i gjakut. Trauma është një mbyllje brenda vetë vetës që ti as që e shef dhe as që e folë. Trauma është një zemrim i madh, që njerëzit reagojnë dhe na i fajsojmë duke unë shpesh ta mos i fajsoni njerëzit se nuk e dim çka ka përjetu. Dhe reagon ai me një kohë, me një formë, me një ditë ka me reagu, në mënyrë pa kontrollume, tu i pas ato përjetimet e thella. Çfarë unë mes të zgjas me folë, se të isha folë. Po, natyrisht do të flasim një ditë tjetër, besoj në një emision tjetër fiks për këtë traumen e trupit, ose thjesht këtë ushtrimet e terapisë trupore.
kush është që ka nevojë. Unë në qytet asnjëherë nuk e kom bën ai thirrje, edhe pse kom punu privat. Po. E kom punu se është një punë që nuk don ekspozim, edhe për që ata nuk e kom ekspozu. Edhe kushdo që ka nevojë, jam këto, sa shkoj unë udhtoj në Prishtinë, pse jo në vend temin me ndihmu dikune që ka nevojë. Dhe është një qendër atje Radix të spitali që udhëheq një kolege e jemja, që është një hapësirë që na muj me punu aty. Unë sa herë ku mendu për shumë projekte që me punu, diçka tillë se e di sa është nevoja këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shëndet, mbarësi dhe shumë punë të tjera. Kështu kaq të bukura sa pas ke pasur deri më sot. Faleminderit juve për të gjitha. Ndami këtu bashkë, kemi bashkë biseduar për më shumë se një orë me profesoreshën Flutur Kumnova. Faleminderit që na ndoqët, vazhdoni të na ndiqni edhe në rrjetet sociale dhe të na propozoni gjithmonë emra kështu kaq të mirë si profesoresha dhe të tjerët të cilët çdo të martë ulën në natë, ulsa aty dhe flasin për jetën e tyre. Mirëmbëjtje.